Brenda këtij viti do të jetë gati projekt ligji që do të lejojë përdorimin e kriptovalutave edhe në Shqipëri. Interesi për paranë digjitale me shitblerjen e kriptomonedhave është i lartë në Shqipëri, nisur nga numri portofolëve digjital që arrin 100.000, por aktiviteti nuk është i rregulluar me ligj. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, drejtuesja e AMF-s Mimoza Kaçi tha se drafti i parë është pothuajse gati. Kemi punuar për draftimin e ligjit. Tashmë jemi në një grup pune ndërinstitucional, ku është institucioni ynë, është Banka e Shqipërisë, është Ministria e Ekonomisë dhe institucione të tjera që janë të ndërlidhura, dhe është përgatitur një draft i parë, është hedhur për konsultim me këto palë interesi që unë përmenda, pra me gjithë grupin e punës, dhe mendohet që deri në fund të vitit ne të finalizojmë këtë këtij viti. Po. Mungesa e një ligji që rregullon këtë treg u ngrit si shqetësim edhe nga drejtuesi prokurorisë së posaçme Altin Dumani gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar pak ditë më parë, i cili tha se janë sekuestruar 11 milion euro kriptomonedha gjatë vitit të kaluar, por Shqipëria nuk ka një portofol digjital për t'i ruajtur.